Një kamp I madh I futbollit po vjen në Kosovë. Kena një kamp të futbollit që kena me majtë në Prishtinë, është Prishtina Football Camp. Ka me kanë kampi I parë që ka me majtë në Kosovë, faktikisht me trenera të kategorisë të parë. Trenera ka me qenë krejt që janë aktual trenerat Arsenalit, që punojnë në akademi. Cilat janë detajet e Prishtina Football Camp? Kamp I madh me 4 gusht deri 8 gusht. Gjeneratat që I kemi deri tash në kamp janë nër 6 vjet deri nër 16 vjet. Krejt komplet gjeneratat, me thonë unë 11, 12, 13, 14 I kemi aty, edhe pretendojmë me pas të me thonë kualitetin më të madh në kampin tonë për ka standardi stërvitje dhe çka ofrojmë ne. Kampi ka me pas gjithashtu 4 orë stërvitje, 5 herë një javë ka me qenë, dhe me thonë pej tanës deri të premten kanë me ushtru 4 orë çdo ditë. Është numri I limituar, kemi veç 200 lojtarë që kemi pranuar në këtë kamp. Deri tash I kemi dikon 182 lojtarë që janë të regjistruar. Kush janë trenerat që do të punojnë në këtë kamp? Kemi pas 5 trenera për jashtit. Njëri është treneri Chris, që është domethënë që 10 vite në Arsenal, është njëri prej trenerave më teknik në Arsenal që është treneri Patrick Conaghan, edhe është njëri prej trenera më të fuqishëm që I ka përcjell komplet grup moshat të Arsenalit që 10 vite të fundit. Është treneri Frank, që vjen gjithashtu prej Arsenalit, është njëri prej trenerave tonë. Kemi coach JJ, është treneri JJ, që është njëri prej trenerave më të mirë në Londër për dribbling, vjen prej akademisë QPR. Edhe kemi Konradin, I cili përgatit komplet domethënë Premier League-ën, po I kemi edhe 5 trenera vendor, në krye me Milan Gashin, që është treneri kryesor, edhe ai ka me qenë për fitness edhe për kondicion. Edhe kemi 4 trenera që Mirblandi ka vendosur me zgjedhje dhe me qenë pjesë e kampit tonë. Cilat janë pritshmëritë tua? Jo e mira e kampit është që ka qatë shumë lojtarë, domethënë ka një farë diversiteti shumë të madh. Ka talenta për gjithkajt, kemi talenta prej Maqedonisë që vinë, janë disa lojtarë spektakular që ku mujnë mi po në video, janë disa lojtarë që po vinë për Malit Zi, ka lojtarë për Shqipnisë, kemi lojtarë domethënë edhe të Kosovës që jetojnë jashtë, që janë rritë jashtë që kanë me qenë pjesë e kampit. Unë mendoj që çaj mix, edhe çaj eksperienca që kanë me pas me njëri tjetrin, ka me qenë kruciale për mu avancu.